Kryetari i Bashkisë kam thënë, e du shumë Rahimin, është Dibrani mirë, shumë. Ka ardhur këtu për të shërbyer pasi ka ishte në bankë etj. Por i kam thënë dhe Rahimit dhe shokëve të Rahimit, po nuk bët 10 agroturizma me paketë dhe maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni më, sepse bashkitë nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera, edhe në fshat pastro kanale. Bashkitë duhet të jenë aleatët e fermerëve. Peshkopia, me gjithë respektin, është shumë e vogël, ndërkohë që Dibra është shumë e madhe. Dhe pasuria e Dibrës nuk është ke bulevardi, as ke hoteli i mikut tim, as Street Kokfortit. Pasuria është tek këto toka, tek këto male, tek bujqësia, tek turizmi. Aq më tepër që tani rruga e Arbrit i sjell të gjithë këtej. Kur e thosha unë, thoshin ky s'ka për të bërë rrugën e Arbrit, jo më të shohim ne që të vinë njerëzit këtej. Ndërkohë që sa ka shku çmimi i tokës në anë të rrugës? Jo që ka shku, po dhe se shet njeri. Ndërkohë që deri dje mund ta meshe për i cop buk, po nuk e donte njeri. Atëre kjo është pasuria. Tani si lëvizim ne këtu? Lëvizim me paketën e maleve, miqtë mi. Të vinë ata që janë në Tiranë, e pam një të lindur aty. Ke Temla. Bulqiz. Ikur në Tiranë, jetuar në Tiranë, edhe kishte ardhur dhe po bënte agroturizmin atje. Por edhe ata që janë jashtë, të vinë, ta shfrytëzojnë paketën e maleve, dhe e kemi thënë dhe përsëris 500 parët që do marrin lejen, do jenë 10 vjet pasi taks. Është në ligj, është e shkruar, duhet të jeni aktiv. Dhe nga ana tjetër bashkia duhet të krijojë sipërmarrje në fshat. Sipërmarrje për qershin, sipërmarrje për mollën, sipërmarrje për grumbullimin, sipërmarrje për përpunimin, sipërmarrje që njerëzit në fshat të krijojnë mirëqenie, jo të mbijetojnë me 2 dhë dhe 3 dele, po të krijojnë mirëqenie. Që dhe të ri të thonë, ore, po unë po shkoj atje. Pse të ri në mes të tymit, e në mes zhurmës? Edhe ka marru juridik